Po fakti që po zvarritet në këtë mënyrë dhe nuk po vihet drejtësia në vend ligjërisht për babain tuaj. Si e perceptoni dhe cili është apeli juaj për gjykatat në kohën kur gjykata e apelit e ka kërkuar rikthimin për rigjykim me tjetër trup gjykuese në shkallën e parë në gjykatën e Tiranës? Kam shumë respekt për profesionin edhe të gjykatësve, edhe të oficerëve të policisë, edhe prokurorëve, profesionet nderuara, por një këshill kisha unë. Masi ti mbarojnë këto të bëhen, të dalin në punë, këta duhet vend të bëjnë dhe një kurs një vjeçar minimumi, të bëhen dhe njerëz. Se ne lindim njerëz. Edhe duhet të vdesin njerëz. Se u bëhen prokuror dhe gjykatës nuk do të thotë se të mos jesh me njeri. Këta të bëhen dhe njerëz dhe të kenë jetën e gjatë. Gjithsesi mos na e lënë neve në dorë. Nëse kanë fakte dhe nëse janë ata duhet vend vetë brenda, pa i marrë këta. Po nëse si marrin këta, ka forca të tjera natyra që do e dënojë atë që e meriton.